Ajo që ishte me kryesorja, Durrësi doli ke goli, ushqirua psikologjikisht dhe i dha të re Dinamos. Por Dinamo... Këtë ca lojtarë aty. A kisha atë Berishën që kishe e kuran Berishën. Nuk është... Iku. Atere. Berisha tjetër, lozi sot. Po pra, ju Berisha... Që ka qenë lojtari kombëtarës. Berisha qendër Zhulmuzi. Ose Farukun. Po mirë, po dakord. Farukun e futi shumë brapa. E morë të Farukun, jepi ndeshje më burin në sezon. Jam dakord këtë pjesë. Po një më jepi. Më shumë minuta do të merr. Ky lojtar thoj, nuk bën për mua, dhe tiki. Dhe shikoj punën e vet. Ose ti jepi ndeshje, nuk mund ta fuzësh vetëm 4 minuta. Duket sikur pika më e fortë. Ndjes, duket sikur pika më e fortë që ka qenë Dinamos Ilir Daja është kthyer në pikën e Dinamos më të dobët. Pra, duket sikur që don pak se si po i organizon lojtarët dhe se si po i përdor lojtarët. Unë mendoj që është pjesë... Duket, mua, në sytë e mi kështu duket, dhe duket sikur lojtarët më nuk i binden Ilir Dajës në fushë. Skuadra prodhoi lojë, por nuk kanë dalin ke goli. Që Dinamo ka probleme të brendshme. Çfarë është një ekip që nuk sulmon asnjëherë. Çau goca. Lojtarët nuk i binden trajnerit. Nuk e fitore qytetar. Nuk e di këtë. Po ç'bën tani kështu si piranja, nuk e di këtë. Jo, nuk e lej këto tani, lej. Asnjë goditje si mundet. Pa konfirmuar zotëri. Po kush është ai, është opinion. Po as opinion pa konfirmuar. Po ti ke thjesht mendimi personal, ti shkon ta mbarojnë mendimin njerëz se konkretisht nuk ka nevojë. Një sekondë Lela, ecim, ja nuk ka fare nevojë që ti të shkosh. Nuk flet pjesë teknike se ne flasim pjesë teknike. Po le të flasim një sekondë. Shiko, Altin, shiko çfarë bën Zeka këtu në emision. Ne po zihemi, por tregojmë që kemi unitet. Lojtarët e Dinamos nuk zihen, por nuk luajnë. Mua, me di një gjë çfarë më bën. Lozi shumë mirë Altin. Se ti e kupton vetëm një gjë. Çfarë ndodh? Jo, po të jap një shembull. Po të jap vetëm një shembull që ndodhi sot. Isha në stadium dhe po shikoja Dinamo Teuta, merr Qefalin Ilir Daja, i flet që kishte një shkputje në moment sepse u dëmtua Neziri dhe u futën mjekët dhe ai e tërhiq Qefalin për t'i folur dhe mbas 10 minutash, 15 minutash diçka e tillë dhe zëvendëson sepse Qefalia nuk ju bind Ilir Dajës me urdhra që i dha dhe futi një lojtar tjetër. Praktikisht, nëse një ekip e futin lojë dhe nxori prapë për 10 minuta? Jo, i foli dhe i ajo pas kanë detaj. Si duket nuk ju bind. Dhe nuk është e pa jo, pa duhet të jemi të kujdesshëm tani. Shiko, ti kur vën mikroskopi shikoj mirë tani. Nuk ju bind. Po ti lojtari do ta nisësh ku di unë. Majta stikën çik me këtë Delaut, nuk ju bind. Absolutisht, por nuk është. Po jo, nuk jam i Dinamos unë. Altin ka drejt Mirela. Ti gjyqtar më zotni. Nuk ju bindë. I ka dhënë detyrën, si as zbatoje, ju bindë. Nuk është hera e parë që ndodh kjo gjëja, nëse shikon ndeshin nga stadiumi dhe nëse shikon ndeshin nga televizori janë dy gjëra të ndryshme. Nëse shikon nga stadiumi ti automatikisht. Ti ke syrin e fotografe, si ke punuar me fotografe që ke atë fokusin e hartë. Normalisht dhe unë shikoj që vazhdimisht ka grindje dhe ju drejtohet. Dhe i drejtohet lojtarëve dhe nuk binden. Kur Dinamo mundi Hajduk Split, bërë në shkuar, 3-1. Për parantez, ndeshja Hajduk Dinamo është akoma ndeshja me numrin më të madh tifozëve në Conference League, për të treguar se çfarë nivel kundërshtari ne kena mund. Të gjithë ne mendonim që Dinamo do të bënte një kampionat të madh. Të Dinamo sot do të ishte 5-6 pikë para të tjerave. Ky është fakt. Po. Pra në kontekstin e perspektivës, mendonim skuadër e madhe. Presidenti jo në njohës i mirë i futbollit, po arka plot. E rëndësishme për kulturën futbollistike që duhet ketë. Paguar në rrogat në datë 1. Drejtori sportiv një jetë mo, Pinari, gjithandej. Akademia çoko funksionon me xhafat e tjerë. Po ç'e ndodhi? Prit ta marroj. Merret trajneri më i mirë shqiptar. Sa e thot bukur Gzim Sinemati, e pyesin në një intervistë Dajën, pse je ti më i miri? Pra përveç se është më i miri, të gjithë ne i themi edhe kur mbet ti je më i miri. Familjarisht në staf. Familjarisht. Ancelotti dhe Ilir Daja, familjarisht. Ka ideal të mrekullueshëm e ka pjesë stafit. Merret Bernard Berisha, David Bregu, lojtar të mirë. Skuadra sot është 9 pikë pa vendi parë. Duhet të ishte 9 pikë mbi vendin e parë. Janë 18 pikë larg objektivit, 18. Tash zotri. Kjo skuadra ka i komandant, që quhet Ilir Daja, i cili do mbaroj sezonin, të japë llogaritë veta. Pse skuadra ka kontratë përjetshme me presidentin? Po në fund të jetës po. Po s'val kjo kontrata e përjetshme e ka bërë jetë në zonën e Real. Jo, nuk ka rëndësi. Tani pyetja është këtu. A është krizë momentale? Mund të jetë edhe kështu. Se her pas here si shoh Xhupa bëni futboll shumë të mirë. Kanë ca minuta të një futbollit vërtet. A ka aty diçka që nuk shkon, si shtatë trajneri? Patjetër që ka mo.